Minuta 10 e duelit, nuk kemi pasur diçka të rrezikshme deri më tani. Albin Kapra. Shumë e mirë lëvizja e tij, Kapra. Vjen arkimi, goditja këtu, çfarë super pritje. Çfarë super pritje nga Flamur Gashi. Tentimi rrezikshëm nga Pislimi. Ish futbollisti i Liris që shënoi gol në Zilla. Provon drejt qendrës. Ekson Qerimi, mjaft mirë pasimi për Beqirin. Ka mjaft hapësirë. Futbollisti i ri Beqiri. Provon këtë arkim, gjysëm goditje më tepër. Intervenon Flamur Gashi, topi para, mjaft i mirë pasimi tani rasti këtu Albin Kapra, goditja aty. Nuk arrin të shënoj. Minuta 47 e duelit. Albin Kapra, mundësia arkimit, shumë hapësirë për të, heziton të arkoj me të parën, tani vjen krasimi. Ngjitur me shtyllën, përfundimisht jashtë. Shpëton edhe një herë tjetër porta tani. Lulzim Peci, provon që hapësirë Peci. Futet në zonë Lulzim Peci, a do t'jetë penalti kjo? Jo, thot gjyqtari Krasniqi. Mirë po vari këtu mund të ndërhy, Genc Nuza është aty. Duhet të presim për ta kuptuar, Ismet Munishi pretendon në penalti. Pasimi gjatë drejt sulmit. Kërkota de Maliqi, arrin të fitoj këto prasti tani për 89-shin Maliqi. Maliqi me goditjen. Devijohet për të shkuar jashtë. Me fat të zhliria sot. Kjo është kjo, shikues të nderuar, ju përshëndes.